i shkreu i bandës së Durrësit, Lulzim Berisha, është ekstraduar nga Spanja në Shqipëri mbrëmjen e 18 marsit në masa të repta sigurie. Sipas burimeve, ai ka mbërritur në aeroportin Nën Tereza pas një operacioni të realizuar nga Interpoli Madrid në bashkëpunim me autoritetet shqiptare. Gjykata Kombëtare e Spanjës vendosi pranimin e kërkesës së Shqipërisë për ekstradimin e Berishës, pavarësisht kundërshtimit të tij me pretendimin se jeta e tij ishte në rrezik në vendin e origjinës. Me ekstradimin e tij në Shqipëri, Berisha pritet të përballet me drejtësinë ku akuzohet për vrasjen e Klodian Saliut. Kush është Lulzim Berisha? Lulzim Berisha është një emër i njohur në botën e krimit në Shqipëri. Ai konsiderohet si truri i bandës së Durrësit. Ky grup i rrezikshëm kriminal ka vepruar nga fundi i viteve 90 dhe fillimi i viteve 2000 dhe është përgjegjës për një seri vrasjesh dhe veprimtarish kriminale që kanë tronditur vendin për vite me radhë. Historiku i krimeve të bandës së Durrësit. 17 tetor 1998, vrasja e parë dokumentuar ku ekzekutua Dritan Sallaku në Durrës nga antar të bandës. 29 tetor 1998, ekzekutimi i Viron Currit dhe Arjan Pajës, si dhe plagosja e Marcel Sotirit. 22 gusht 1999, Marcel Sotiri, impjetuar i atentatit të mëparshëm, ekzekutohet në një prit në lagjen plazh të Durrësit. Më 9 korrik të vitit 2000, banda kryen një tjetër atentat ku vritet Dritan Disha në Shënvlash. 14 janar 2002, ekzekutimi i Ervin Lames në lagjen numër 3 të Durrësit. Në 2003, konfliktet të brendshme brenda grupit çojnë në ndarjen e organizatës në 2 fraksione rivale, të drejtuar nga Lulzim Berisha dhe tjetrën nga Klodian Saliu. 26 shkurt 2005, organizata e Berishës hakmerret ndaj rivalëve duke vrarë Klodian Saliun pranë Maminasit. 13 tetor 2005, ish fraksioni i Saliut, tani në drejtimin e Indrit Dokles, hakmerret për të vrarë Avni Gashin, trupi i cilit u gjet në Romanat të Durrësit. 30 tetor 2005, grupi i Indrit Dokles kryen një tjetër vrasje, duke eliminuar Ilir Kolgjinin pranë stadiumit Qemal Stafa në Tiranë.